Muhamedi a.s. ka thënë: 5 namazet prej gjumas në gjuma dhe prej Ramazanit në Ramazan falin mëkatet, pos atyre që janë të mëdha. Muhamedi a.s. ka thënë: kush agjeron Ramazanin me bindje dhe shpresë në shpërblim, i falen mëkatet e bëra. Hadithi Muhamedit, lavdërimi dhe paqja e Allahut qoftë mbi të, ka thënë: çdo vepër e njeriut shtohet e mira prej 10 deri në 70 herë. Muaji i Ramazanit është muaji në të cilin ka filluar zbritja e Kuranit. Allahu xhaleshanuhu thot: muaji i Ramazanit që në të filloi të shpallet Kurani, që është udhërrëfyes për njerëz dhe sqaruesi i rrugës së drejtë dhe dallues i së vërtetës nga gënjeshtra. Agjerimi është mjet për të shprehur falënderimin ndaj Allahut.